Eres mi vida, mamá Albania, siempre contigo, noche de fuego, bajo la luna, mamá Albania, eres mi vida. Bajla e mylla. Kështu që ju të gjitha dhe ke shtëpia kur e shikoni këtë emisionin, fillim fare filloni me të kërcyme herë, pastaj gjonat e bukura mrapa. Jo për gjobo, shpesh herë kemi gjona që ju lejnë kështu, me gojë hap, pastaj kemi me ca gjona tjera që janë bukura, muzike sapi, që ke qef ti ngjosh. Kështu që edhe personazhi që kam sot është nga ata që do kënaqeni të ngjuh gjona të bukura përsa i përket pjesës artistike. Kështu që mirë se erdhët në puntatën e radhës. Shpresoj të jeni gjithë mirë, të keni kalu bukur, keni bo pushime, keni dalë që ke protesta në darket, se është chill, relax, edhe po marro gushti, po vje shtadori, fillon shkollat, fillin arzualet e tjera, marrum pushime. Por neve vazhdojmë me emisionin gjithë kohës, kështu që pa ko, po pa ko, me muzik. Alban Kamenica. Opa! Kjo ishte. Me sy ka pëlqyer, prezantimi është bombë. Oj ma, po ku jem? Mbas një vape të tmerrshme, edhe një trafiku kështu të nuk di se si ta quaj, domethënë, më së fundi parkova. Parkove? Ua! Jem me fat. Jo, qëlloj ora drekës, që s'ka ardha nga puna, se përvone, arroje ku të të. Arroje? S'bëhet fjallë. Nuk bëhet fjallë. E fort. Jo për gjopo këtu në lagje ke neve, po bërë një i muje gjys 2, që po bëhet ajo rruga gjasë me pargullohet nga bashkia, po kismet, marron vitin që vjen në sezon prap, në fund sezone. Kështu që, mos e bëjt me. Jo, nuk e vras menjen, për arsye se unë jam nga ato tipa që adoptohem kollaj, domethënë me çdo lloj situate dhe nuk e vras menjen fare ke kjo pjesa. Sido që t'jetë puna unë prap në kom biva. Ashtu, a? Kështu që nuk vuj ke kjo pjesa. Mere me sportivitet. Alla shqiptarsh. Shiko, gjithmonë mua më kanë quajtur muzikanti që nuk njoh emocionin. Kështu që gjithmonë unë e marr me sportivitet. Mi ka lezet. Jo, ke profesioni unë, po nuk e marr me sportivitet nuk bëhet. Nuk bëhet. Nerva, trunë. Nuk bëhet, se të rish të presë, unë ka bova ki, për shembull që kam qenë në live. Nga trofa tekstin. Ashtu? Refrenin në vend strofës. Pse, mori vesh njëri? Ka që e dishin kongën, po ignoj. Njerëzit për në kërcyu, se qaj kongën Jo, nuk e mori vesh njëri se ku isha. Ashtu? Edhe të doli bukur. Not shpesh, ke not gjilde. Ose ka raste që harrojt nga lodhja burë, se nuk e që bo. Të që të kënosh me orë gjata, do harrojsh diçka bo. Ca e harrojnë, ca e lën vetë, shplodhen. Po është praktike që duhet me relaksu kokën, ke shumë drejtë. Jo, po ne në përgjithësi muzikantët ne kemi diçka dhe më të që në momentin që jemi duke kënu këngën, mendojmë çfarë do këndojmë mbrapa, se ka raste për shembull kur njerëzit e ulur dakord vona të repertorin tënd sipas playlistës që ke bërë kështu. Po qëllojnë që çohen me kërcy. Edhe konga e radhës nuk është për të kërcy. Kështu që detyrohesh që ta prodhosh trurin, domethënë si ti dalësh në temë, po që të jetë po aty në atë kornizë, mos jo hallakasësh. Po dy punë njëtën kohë. Po jo, se kam bërë re për shembull në shumë live, nuk përmend emra, se unë nuk bëra përmend emra në përgjithësi. Kam bërë
Ka ne njerëz që po pa, domethënë se çfarë po bota shi. Edhe ne baila, ne besa me mucho, edhe rishin kështu pastaj. E bukur është se ti në live ti bie dhe ves. Edhe një punë, 2 punë sistemi, 3 punë ajo që po kënon, edhe i bie 4 ajo që duke menu për të kënu. Kurse 5 shtesë nëse ty del kështu në një paf për kërcy atje. Miku im, unë do të them diçka multitask që është ekskluziv ke emisioni jot. Se kam thënë në jetën time. Hajde shalë, të gjojnë atë duan. Kam 27 vjetë që bëj muzikë. 27 vjetë që bëj live-in. O, të keqe. Si doktori. Kam fillu në një ambient që nuk u njifte, më përpara, ishte thjesht një pizzeri. Pizzeri, mbrapa Pallatit Kulturës. Vëm të ngreqe që këzonin, ha? Po, patjetër. Jo, nga që përpiqem të mbaj zërin e ulur kur të bisedoj me dikë, po për të kënu pasaj nuk ta fal. Sa më. Edhe dalim ke tema që ishim, ka qenë një pizzeri. Thot një miku im, ore, do bëjmë në një live këtu. Te pizzeria? Ke pizzeria, unë bëjmë fjalë për 91-shin, ha? Edhe, te ka jo pizzeri, unë sa po kisha bler një organ në një Casio. Më të që ishte risi e madhe, ajo ta morë sot me fut më shpullë, më zbë punë për asgjë. Punë për asgjë. Po do të që bote punë, si ku gjeta një amplifikator, një MV3, nga këtë vjetrit fare, me lampa. Ato me që gjeta? Po ku ti gjesh ato sot, plako? Vermona? Okay. Me ato bolek të shqip. Po për zotin. Po për zotin. Kështu që shka njëta qik të gjona të plastike. Që të japin tasën, të tepsi në dorë. Edhe, me atë fillova, jo një lashatemi kantare, jo një qelentane, jo një kështu. Fillum të marrë njerëzin ka rruga. Po nuk futeshin lokal, po rrishin aty të shitë dhe gjë. Erdhi për na. Hajde se pa lekë keni to. Hajde dëgjoni muzikë. Ashtu e? Kthehej më mend si të shi. Do t'i filloj të më hypa i gjemi, ore, tu një gjumë me kaseta. I gëjë qikë zonin, plako. Tu një gjumë me kaseta. Ose afroj qikë më tepër mikrofona. I afroj me ka madhen që ta kemi audion sa më mirë. Të më falesh. Jo, ri për qep. Edhe e ngrejt shumë? Jo, nuk e di. Me kam ngrejt shumë. Do ta ul pak? Uli pak fare, te i që nga vetja. Okej. Se lëviz si dushtja. Jemi mirë këtu. Po, okej. Edhe fillohen me kaseta tu një gjuhë, ja ta knojt e këte, a ta knojt e këte. Dhe në ato vite bëra një repertor diku ke 50 këngë. O, të keq. 50 këngë sa të janë një set. Po 50 këngë atëre në atë kohë ishin shumë. Po që doli shumë bukur edhe nuk e lash më veten. Nuk e lash më veten, e vazhdova fort. Që atëherë? Po i do dalim më dekis, ky është pjesa e fillimit. Mënyra se si ke fillu. Po, dua të dalë kjo ekskluzivitet, them një sekret, domethënë që e ke vetëm në emisionin tënd, se kam thënë më asnjë, kam dalë edhe në emisione të tjera, po nuk e kam thënë gjykundit ta. Unë luaj në tastier, këndoj, merrem edhe me elektronikën, domethënë se gjatë kohës duhet punosh edhe kanë qenë në atë kohë kam pasur, sot kemi shumë thjeshtësira. Po kam pasur miksera, domethënë që për çdo këngë duhet lëvizje kondicion. Manualisht gjithkohës. Po nuk ishte digjitale, ishte manuale. Edhe arrita deri në një farë momenti sa nuk po ngopesha me ato që po luaja një instrument. Pse që të investoja një instrument në atë kohë ishte gjë shumë e madhe. Ishte luks ai. Ishte luks. Po edhe duhet të hyshim borxhe valla që të merrshim instrument. Po. Gjë që nuk e kishim kapur veten deri aty, domethënë sa të kishim luksin për të blerë një instrument që të shtonim cilësinë. Sot e kemi këtë luks. Sot kam investu, domethënë për cilësinë e punës time. Po, sot do ke bos bordi çfarë s'ke atje. Është dhasëm. Dhe është kjo. Unë gati 80% të punës time, unë i bëj bazat vetë në shtëpi, ashtu siç duhen bërë ato bazat. Dhe tastierën e mbaj që bëj ndërhyrje. Në një hark, në një kitarë, në një saksofon solo, në një gjë. Dhe tu më thonë, po ço kjo punë kështu, la puna është i bish vetë. Ora ti zotëri tash. Që ti bish vetë të lloj cilësie që nxjerr unë, është do të kesh një orkestër mbrapa. Po, punë për kurse me ato që bëj unë, i kanë ra gjithë instrumentet që më të mirë të botës, më valla. Po. Domethënë unë i marr bazat, domethënë çaj bëj vetë, çaj ble bazat origjinale të asaj këngë që unë këndoj, dhe vokalin e kam live pastaj. Kuptoj. Jam bërë festivale me playback.
Po kjo punë që bëj unë nuk është playback. Po kjo ashtu, po bën playback ti po. Janë bërë festivale të tilla. Italia ka një të tërë që bën. Unë kam parë shumë vite më përpara, 94, 95, 96 në Itali, që kanë pasur një modul që kishin bazat gati, që në thojza sistemi karaoke, dhe këndonin. Po. Që atëherë unë kam nisur kështu. Kam marrë një instrument shumë të mirë, që kam edhe style gati që punoj me këngët e mia, për shembull që ashtu. Po, gati pjesën më të mirë unë i kam me baza dhe i këndoj vetë. Kam gjetur tonalitetet e mia që nduan, që mos dështoj. E drejt. Mos dështoj ke tonaliteti dhe jam më se komod. Shiko, nuk është. Dhe jam aq i lumtur me atë punë që bëj sa je perfekt aty. Pastaj ta do puna më burse pjesa më e madhe e këngëtarëve kur ikin në për live me instrumentistë me vete. Jo gjithmonë i kanë gjithë me vete valla. Kështu që me baza shkojnë sepse në tastier nuk bën dot njëtën kohë 7 instrumenta njëkohësisht valla, se i pal durke. Nuk po shumë e vështirë të gjesh instrumentista aq perfekt sa të nxjerrësh diçka shumë të mirë. Po e drejtë, përveç kësaj, tash varen dhe kushtet. Mund t'i gjesh, po është një kostë shumë e madhe për t'i mbajtur ato pastaj për punën që bën. Tash çdo kush do pagesën e vet, është në bazë të luksit punës edhe datës që ti ke, njëtën gjë bën gjithë këngëtarët. Ku kanë mundësi me shku me gjithë bandën, shkojnë. Ku nuk kanë mundësi, nuk shkojnë. Po si të qoftë, bazën do ta bësh, po nuk e bën bazën, thjeshtosh pak punën tande, valla, si do kënosh. Po është qartë. Pastaj këta që komentojnë që duhet i bësh vetë live, a janë kështu dëgjuesa apo instrumentista? Nga të dyja palët, po në përgjithësi instrumentista. Ja, se hyn ajo egoja brenda. Po praktikisht pranë se bëj unë. Se të pyeta unë. Tash instrumentisti të thotë ty këtë lloj komendi nuk shkon fare. Sepse është zanatit ai, kështu që do ta thotë prej notë. Që të flasë. Ka bëva, hajde bjeri. Po. Do ta thotë prej notë. Po thoshin për dëgjuesa njerëz, pastaj dëgjuesve nuk i vej faj sepse nuk është se din procesin e punës. Po instrumentisti s'ka shans ta thotë të vëlla. Do të thotë që të pas ka i notë, po i notë na paçi njerëzit. Se po të padën i notë, më në përgoj gjithë ditën. Ato që të kanë qef të harrojnë vëlla. Thjesht në gjën ke YouTube-i pastaj. Ashtu që si do të llabit mos e harruje shokun. Jo, kjo është shkronja e parë e alfabetit për sa i përket asaj që duhet bërë. 100. Mirë se na erdha, mirë se djeta. Tash. Unë do ta ndes një cigare për një arsye se kam qesh me të modë me një lokal në Vlorë. Pse? Kishe shkruajtur një tabelë aty ke xhomi të pim cigare si njerëzit. Ashtu që vë. Edhe që pas se bova ki e shkunin tokë. E shkunin njerëzit. Jo, po nuk lejnë për lokale, kurse aty pihesh cigare në lokal, Allah thotë të pim cigare si njerëzit. Po mirë pas ka thonë. O bano, për një publik të madh që nuk e njohin Albanin, se sot jo të gjithë njohin vëlla. Jo se kam përgjithësi. Edhe gjithmonë ka të ri që duhet ta njohin personazhin. Do të tregojmë shumë gjëra të bukura edhe nga e kalume e jote, edhe nga shumë gjëra që ti e marr, se nuk është se e marr veç me muzikë. Jo për gjobo. Unë po bëj gati 30 vjet që s'kom lënë top 5 këngë magjike, koncerte i të dhe sot robdën tje i quni ke i filmi, funi bonus, por nuk e që bo, më kupton. Kështu që sa do ti ke qenë, jenë 3 ka gjimon njerës të ri dhe më dhenë që nuk e din. Jo të qofim për e partë, kanë pa, por nuk e din. Ke parasysh, po pa dal ati. E një dhe gjithë do dhe me mua, i ky. Unë që e ka ky. O, ky me flok gjada. Jo, në punë, jo me flok gjada, po edhe kur diçka në skenë për të knu, në për lokale, që e ka ky. Ose ka pas rase, kam pas ditëlindje festa. Edhe, kë ke morë dalë banka me nisën. Mirë, dakor, dalë banka me nisën, kur kanë, që e ka ky me? Me te do kënojnë. Te do kënojnë, nga surati vetë. E shef fort. Yes, ke që ati bosh, du të me... Këto gjona kanë njerëzit në përgjithësi, sa do punosh me live-in në nxjerrësh klipe gjona të tilla, prap njerëzit kështu janë. Detyrimisht ai që ka qef ashtu do thot, po ky thot. Ai që ka qef. Ai s'ka qef ta di emrin e mbi emrin plan. Kush është Filoni? Jo më Filoni. Ke parasysh. Më thuj çik, si ka shku ky sezon i plan. Ky sezon ka shkuar shumë mirë, nuk po them se ka shkuar keq.
E vetme gjë që ka ngelur në vend ka qenë pagesat që janë po ato. Po ato pagesat. Po ato pagesat. Po shqyqy që kanë ngel po aty s'kan zbrit më Jo, poshtë. s'kan zbrit më poshtë, po. Tentova një herë të kërkoja shtesë pagese ke punët që bëj, edhe pse olla, kështu, o rrit nafta më daguj. Ashtu jo për ke plotësisht drejt. Mos rrit nafta. Shke benzina 2000. Po që ti bish lapset, i thash, bëhe llogari, me ardh deri këtu ke ty. Jo investimi që kam po ke vegla, se unë vit për vit mundohem që të ndroj faqen instrumentave. Po që nuk du me adit vlla fare. Fare ca. Po bleqa dursi. Duan Albani, po se qa ka mrapa Albani, se sa vu Albani për të vlerë të instrumenta. Se qa heq me hyke në bikalimi shkozetet me ardhë në punë. Se nuk e llogaritsim atë. A ke provu me shkuj dite me dur në qeba? Qa të thëjre? Shkosh për dur në qeba të sha, do kënoj unë? Po do dhe, po ku pra ha? Jo, ka bo pa ki herë tjetër. Që ka nodhë, të më thënë, ka shkruajt mesazh. Mos hec sot se s'ko më robë. Unë ishe të ngarku vejkat makinë, po arë për në punë. Si me thonë orën 6:50, mos hec sot se nuk ko më robë. Po ku e paj që s'kishte robë? Jashtë orarit festës. Për të aty do me dalë të shtë, do me dalë. A, pu qiptar. Ngarkoj vejkat, hypi makinës, me që më tha kështu, thash hajtë për iki për qef. Shkoj ati kishe morë dikë tjetër, Qa dhore? për 5 tek më pak. O të keqen e shpire. I ka boj i lomshme të që dhaje. E të bon, të ju mërzit njerëzit. Bam, bum, anek, një. I thash, që bo kjo më betë? Po ju mëse këte e kom qunë e tezës, më ka thonë për këte, këshu, pap, të dalë këto skenat. Filmat, kështu. Ne bëjmë filma, po, ja dim si funksionon kjo punë. Kështu, e më mirë s'ka problemi, thash, unë po pi birra, po hige. Piva të birrën, higa, merë në telefonie, më sarosh nesër në 6:30, po, më dha qa boti, në orën 5:20 nuk vi sot. Si s'vi sot? Nuk vi sot, merë atë që kisha, por se jo më pa qefet e se. Kom i qumë tezë që më ka thonë që hajde pimi birë bashkë sot. Sa të mje pas ke bo për zone. Kjo është dur në gjepa. Pas ke bo mirë, shiko. Nuk e që ti bosh, ky është halë shqiptarshe, alla shqiptarshe, në gjitha ne, se djetë më të që si janë lokale, po ti ras shpesh sepse ti punon me këto, si quhet, piano bar, po më dhe në punon më shumë me këto fesat, edhe me tjera, po bazën ti ke gjithmonë Gjithmonë piano barin. Edhe përveç se lumë muzikë që thynë brinjet, bo atmosfere të gjitha, nuk po flasë mo ke vegla. Se vegla t'jep profesionist vetë, vegla e mirë jep kualitet, punon tjera atë, edhe kërcen me qef, në gjo muzikë për qef, ai klienti nuk njën vetëm zhurë me rëmuja aty dhe fillodhimi a kokës, ikën fare. Po, ti e di vetë burë, të lokalet që e kanë, vla. Tashi, kurse këtu, kurse atje, kurse në 2 lekshat e vogla, pasaj aty të vjen me plas. No, mu vjen me plas, kur thonë këtë, da më të qa boti më për rifuti tralala, po ju më, miku im, ka diçka. Ashtu të nxite edhe për Veç instrumentave që kam investuar, i kam hequr qefet vetes dhe kam investuar tek instrumenti. Investimi më i madh që kam bërë në jetën time dha ka qenë repertori. Po, ka të bëj shumë. Kam bërë një repertor krejt ndryshe nga që është në xhiro. Pse? Aty dallohet muzikanti. Çfarë jep? Po, këto... Është shumë e rëndësishme kjo çfarë jep. Këto se kuptojnë këta që studion ti për atë. Unë ka vënë re në çdo hotel që punoj, ka një libër që për shtypjesh. Edhe i ka shkruar ai ushqimi dhe cilësia këto dhe në fund fare dhe muzika. Edhe e kishte rreshtuar. Me kë jeni më shumë të kënaqur? Me filanin. Unë kam parë review të mia. Shumë të mira, vetëm nga investimi i repertorit që kam bërë vëlla. Shiko, sa kanë man repertori jot për të flasim në total. I gjitha zhanrave, jo vetëm në zhanër caktuar, po në përgjithësi. Që mos të këj njëj, diku ke 250-300 këngë. Qa, thore? Janë. Pse? Se repertori në bëhet shqip, po, nuk diskutohet. Anglisht, italisht, spanjisht. Edhe unë
që ma ka shtuar shumë atë shifrën e këngëve që kam unë në këngët shqiptare. Nostalgjia e muzikës shqiptare është pafund. Sa festivale janë bërë, unë jam përpjekur në gjitha festivalet e muzikës shqiptare të zgjedh 3 ose 4 këngët që kanë qenë më të bura për çdo vit. I kam ripërpunuar ato, dhe kanë dalë perla. Super. Perla. Domethënë, rreth 300 tekste ti mban mend. Domethënë, marrësh me një libër komplet. Kështu bëj kësaj. Jo të gjitha, unë ecë edhe me atë sistemin jo të librit, por në laptop kam vendosur një program, domethënë që më del teksti dhe fillon të kthen faqen. Mi s'prish punët e di përmesh, ti që po gati 80%, 70% teksteve. Janë filluar një jetë ato këngë, kështu që ti thush një pronari lokali, jo hoteli Zhimat. Ti thush online, po. Më trego pak çka ken menu. Burra që nuk i ka iden dhe nuk marr mend menun. Ti rreth 80% të gati 200 kanë. Jo, ma mene, në salat fshati, kështu, të gjore. Ti ma men gjithë tekstet. Imagjino domethënë sa punë. Nuk po flasim më pasaj. Di pse më është bërë natyrale. Po përveç se bëhet ka raste për shembull që unë kam mendin diku tjetër, por këtej po këndoj. Po. Është bërë rutinë. Më është bërë rutinë. Është bërë rutinë. Ke plotësisht drejt. Si puna sa që njeh shtëpinë tënde kur ikin dritat dhe njeh di ku është banjo, di ku është zoma gjumi dhe di ku Fiks. Kështu është edhe puna jonë. Edhe ke vënë re për shembull që ne muzikantë gati gjysmën e këngës punojmë me sy në vend. Po. Po ja shikoni që ka nga këta që s'ta din vlerën. Intereson mjaftosh ti bosh punë aty sa të bëj punë me klientë. Njënin e ke nervat keq fare. O qa boti e llaj, futi të nume aty tha, merr atë lekë, tha, unë për atë lekë të shkrijem tha. Unë më thash, unë kuzhinjerin e boj thash, po ti e botat muzikant. Po fiks mirë ke thënë. Unë aty. Hajde unë të shkrim, tash knoj, një këngë. Për te edhe iku maroj. Një refren. Unë kërkoj shumë. Falje, edhe them nuk I du lekët për sot. Po, e fort. S'ke, nuk e që të bësh, arti këtu ke neve cop-cop. Jo, nuk është cop-cop, po... Në koncept flas. Shumica e prishin vetë. Ke njerëzit. Pa e shofin si, e shef si biznesaj. I duhet muzika që të kryj hall. Lejer me këtë që ka dalë është kjo 45 decibel, që kjo është shpënduri fare, ma burë. Shpënduri fare, ma. Po 45 decibel I vje mirë, tha Luizi, me I glu në vesh një trekë. Nuk ka. Lejer që nuk aktivizohet altoparlanti me 45 decibel, Allah. Wooferi do të paktën 57 deri në 60 decibel që të aktivizohet, nuk në punë. Me volum tullët. Me volum tullët. Si muzik. Po jo, më bëni pa tjerë, ka qenë kjo ishte më kryevepra. Vje policën ta unë ure zonën, ta mund ta se jeta 110 decibel. A kjo është rregull policie, du t'ja rregullin që thënë tot lokalit? Jo, rregull shteti, Allah, ka po shteti. Rregull shteti vaje, po për shtet po flasim ne. Po jo, po shi që më bëni vaki, merë dhe ty ta muta ule muzikën, ule muzikën. Ule unë deri, sa? Ta muta këtu e 25 decibel. Me që e pam, Allah? Jo, kishin aparate. A kishin aparate? I thash, hajde me mu, I thash. Do bëjmë I gjoj, thash. Unë kam, një sëri që kam e komandoj me një iPad. Po. Që I dalë për para, që shikoj. Balancat. E tash hajde tash ta bëjmë bashkë, thashun 45 decibel. Thashun, edhe më thush që këtu është 45 decibel, edhe unë këtu do ta marr muzikën e tash. Po jo vike birit, s'ka nevojë se bie vetë ajo tash, e shohim bashkë, ulim e ngrim zonën këtu. Dolëm ke, siç është 10 metra nga hyrja e lokalit, 10 metra, e ulem muzikën fare. Aparati atit tregonte 73 decibel vetëm nga rob që hecnin e që flisnin. Shkrevepër, a? O, zoti. I tash ta ngrej muzikën unë tash? E ngeli herë kështu. Ata ngrej muzikën, ngrej. Kur të kaloj 76 decibel I thash këtu, atëre unë jam mbi njerëzit. Rejta muzikën o lale. Për qeft shpirtit, dëgjote lokali knaqeshin tani. Po. Dhe prap nuk lëvizi 76 decibel. I ule se e ke nalë, thëmë, ku e ke e thashu nalë? Po. Kur kjo të shkoj, shigjeta 76, atëre unë jam mbi normat. Po ti 75 decibel kërkom të robë që eci këtu, e që bëjnë muhabete tërë. Ja, kaloj një këtu hapër, doli 82. Hajde. Si mund të logarizon 25 decibel? Ma thuj ti këtë vlla dhe unë I mor I thy vejkat e tashon. Jo e ullë muzikën, po I thy vejkat e tashon. Kështu që ju ka ndonë një urdhër që nuk ka koncept. Se policë rendi ishte?
Po më rendi dalin atë, policia shtetit. Kanë filluar me muzikë ta. Po jo, ka dalë urdhër që muzika duhet të jetë 45 decibel. Po ve njerëz adapta ti të shkojnë një gjë muzikën e vllai, ç'punë ka policia rendit me. I kanë bërë një aparat aty në dorë atë. Me një mikrofon kështu të vogël shumë. Me desh? Me desh. Hajde, shtet, hajde. E po mirë. Ora unë nuk s'kam gjë me shtetin unë vllava. E di si se i shteti më, si i pronari që po thoshe ti shpar. Nuk e me atë robin adapt në punë, edhe aje bëj dy punë e policisë shkretë Ora se jam ka shumë bërë. dakord, nxirre ti këtë si peticion domethënë që. Po më se a fusi kod më burr vend turistik. Po jo, po merr. Me decibel? Jam shumë dakord me valla, po merr një profesionist që merr vesh nga kjo punë, edhe cakton një kufi ku muzika të jetë shqetësuese. Po ti dhe i profesionist atje. Unë jam shumë dakord me këtë 45 decibelin, që mbas orës 12 që mbaron muzika, ose mbas orës 11 që mbaron muzika, sepse ka se një kanë 11 e kanë në javë, edhe në fund javë kanë deri në orën 12 muzikën. Futja ko. Mbas orës 12, atëherë po ti mund ta mbash 45 decibel që mos shqetësosh atë tjetrin që është duke fjetur në sipër. Ku kjo hoteli? Po kjo hoteli jo. Megjithatë prapë jam kundra kësaj, se vetëm gërritja e rrobe është 53 decibel. Po fiks fare. Jam në porta struktura, sepse ai që jep urdhër atje nuk merr vesh nga muzika. Shikoj, po kjo është. I jep urdhër me telefon. Prapë në dëm të tyre është, se largon turistin, largon. Shiko, ju më nuk është ndam të aty ne, jo, sa këta që i bëjnë këtë lloj forme të gjitha gjona, këta ashtu duan vlla. Këta duan me të nxjë jetën aty që ti mos punosh. Ai tu teq muzikën, Po ku do ta vjeli? teq klientin. Si do ta vjeli taksën ajo? Po taksën të vjeli e bazë s'ke çaboti. Do të morë shpirtin ty e, po për me punu s'punoti. Sepse muzikën ta ul. Dvenja 200 lloj rregullash, taksat po e po. Më kupton? Pastaj vjeti fut edhe i rregullim rrugën pikë sezonit, futit bllokume komplet që ty mos të vija si makinë. Ne kur vjen shtatori pasaj, do pagush 6 mujorëshin e taksave ti, se do t'i pagush ti ato se aty s'të lehej. Po të fortën e morë vesh ti që kërkojshin të ardhurat e muzikantëve? Po kjo ka kohë. Po, imagjinohet është ti kindasë mund të them atë ropit më shumë me copleti sa lek në kjo ulli? Jo, do ta bësh me kas fiskale ti me kas kështu automatike. Çiko, ne se kjo është një rregull që duhet të jetë për gjithë faktikisht të jetë industria muzikës tamam. Po kur nuk ka një fillestar që industria muzikës të jetë në rregull nga aja, mos kërkojmë zhën poshtë, se kjo zhëja poshtë ti marrë shpirtin dhe aty që bëjmë muzikë. Kjo është e drejtë. Kjo është e drejtë me Kjo është shumë e drejtë. Tash i shtroj rrugën unë pa vizat balla, e pa kushte. Pa i ka burr, pralla me mret, siç e na mësua gjithmonë. Gjithmonë, fiks. Futja kushte ajt atë. Bëni fushat, mbledhim ca lekë se duhet me shtruaj rrugën. Po hajër këtu. Po s'kemi bënë 30 vjet, kur do më bëj ajeti? Kur të vdesësh? Po fiks. Që puna rumpall. Megjithatë, ne na mban gjallë diçka. Shoqëria e mirë që kemi, miqësia e mirë që kemi me njëri tjetrin. Edhe shpirti artistik mos harro. Se mos të kesh atë dhe ti je ti, si thush, optimistët maja jo, pavarësisht me gjithë këto lloj probleme që ka muzika e muzikanti. Trofshësh nia pastaj që të bëj qefin plako. Po në fund fare kur e atë durimin, jo është një dalë përpara po. Ashtu është. I merr veglat i derë dhe thon drejt profesion se mund zgjeta. Po s'le ajo që ke për mrena. Ajo të merr shpirtin deri në fund. Deri në fund. Është e drejtë kjo miku. Deri në fund. Keq, mirë, ajo vetëm është e drejtë. Është e drejtë. Ec leu nga shtëpia edhe ç'ke vegla. Fund fare pasaj. Të nxjini jetën këta të tjerë, si eri ko, kur shkoqin i meshin muzikantëve veglat në tasëm apo në festa. Se ç'puni kishin me muzikantin që i meshin vegla, vetë se tu meshin me zotën lokalit apo me zotën e dasmës. Ikte i zotën lokalit. Ai shkot e fare. Po funja fare merru me zotën e dasmës. Ç'puni keti me veglat e mia. Me veglat, gjithë veglat në rajon, pagushe lek, edhe që shumica nuk i morën një. Se e di që po t'y një gjarë rajon një ku fluturojnë, më arrojti. Nuk e shanse më. Që do t'i marrin çuna në për shtëpia. Po kjo është realiteti vlla. Është totalisht rumpall honi. Edhe pasaj pse dynden këngëtarët me bënë një datë jashtë. Kanë mundësi me punu, me bë 2 lekë, punin me rregull vlla atje. Kanë qef të shkojnë.
të bësh muzikë ti në pikë të verës, në shëtitore, e thush ti myllen 12, po është turp më burr tallet gjithë bota më vëlla. Ashtu është. Ne kemi 15 vjet me këtë lloj stili. 15 vjet kanë kaluar. Se vjen gjova aty që udhë fishik zjarre valla. Imagjino që tromaksin njerëz të Po jo, po nuk ngjohen ato. Nuk ngjohen. Është rregulli që nuk lejohen fishik zjarre me ushqit. Po, nuk ngjohen, pa. Unë kam i mace në shtëpi. Kam shumë një british. Edhe e mace gjithmonë në darkë vjen oke kom të mia, oke turire mia që ka qenë të më qitë sytë i natën, më vaga fishek zjarë. U trenë. Po të dremë, ka qenë të më qitë sytë, është shokë. Papa! Ullë për pjetë mace. Ja, shiko, është kështu më burë. Nuk arrin decibelin e. Sa arrin decibelin. Ja, s'është decibel kallashi. Ja. Ti kallashi. Deri diku. Që kallashi me ajo i kalo kallashit me shoku. Edhe 12.7. Oh, funi. Vje policia ta myll 12 pa pak. Edhe myll këngëtari. 12:00 e plas fishek zjarri. Ba. Kjo është. Jetojmë në, si ka thonë ai? E ka thonë jetojmë në Tiranë. Jetojmë në Shqipëri. Jetojmë në Shqipëri. Kështu është për ta thënë, jetojmë në Shqipëri. Megjithatë do bëjmë si do bëjmë këto 100 vjet. Që na kanë ngel. Se 100 nuk na dolën. Ja. Çfarë shumë ti e burr. Po. E stres, vjen natë ka herë për këtë gjona valla po. Po normal që të vjen natë shkak se kjo vazhdisht të investosh gjithë jetën për të bërë diçka të bukur. Edhe ta shkatrojnë në këtë farfeje është Ku ti gjonë se që ka një qef të madh me nxjerrë jetën njerëzve, unë se kuptoj, është qefi madh. T'ja nxjerrë jetën nga të gjitha, jo vetëm tu, po nga të gjitha. Po mirë, valla, unë nuk kuptoj një gjë. Se thonë këto kemi ankesa. Unë ngrit njëri nga ty këto. Por ata, ç'a ankesa është ata? I pari tani do ankohen dhe do jem unë. Po. Hoteli jot ankohen klientët gjithë poshtë, asnjë nëpër dhoma. Gjithë poshtë, gjithë të kërcet. Kush u anku? I bjeqit se të anku ai tjetër që s'ka punë. Po, ai ka thonë, valla, ai mylli atit. Po, ik mjëndja. Po, është vin këta. Kemi pas zakone këtë pjesë. Po, diskuton. Ne kemi pas zakon, valla. Nuk di Pse ka ai s'ka mund. Po. Mirë ishte kjo në një debat që ishte, po kur u bo ai valla? U të këtë, pse s'u bën tjetër? Po fiks. Bo. Se kështu japin mend zgjë. Shumë japin mend në për komente sa tipa. Sidomos për ke filmje për këto gjona, kështu e ashtu. Hajde pa bëhet. Lem lesh, hajde bëhet. Ena kam një jetë që bëj muzikë. Dhe mos të arrish të plotësosh ato kushtet që duhet ketë një muzikant. Minimal. Ti është mrem, nuk po flasim për botën. Jo, Stinge, më Roje, më kemi një klarë në burë. Kemi një klarë shumë. Para një 8 vitesh, më ftojnë për të luajtur muzikë në Viterbo, afër Romës. Një miku im, që dua ta përshëndes, Graciano. Graciano një zotëri, tamam, sinjor, si thonë ato, me këmbë në tokë, me një vizion fantastik, organizonte gjithmonë shumë festa që mblidheshin një grup shoqërie shumë i madh dhe bënin si tip mini koncerti. Jo të rangut të lartë, po ishin gjithë doktora, profesora, inxhiniera, mjeshtra, mobiljesh, ishin njerëz të ngritur. Edhe kishte mbledhur gjithë kokrat që kishin qejf të këndonin, edhe që këndonin. Nuk po flas si profesionist, po ka qenë me shiuaj ata valla. Po që perfekt. Edhe më fton në një festival që bëri ai, më bëshin në festivalin e karaoke amatore. Edhe në 50 veta do nxirrshin 5 veta. Në ato 5 veta derisa dilshin 3 më të mirë. Më merr mua dhe më thret që të këndoj. Sa mua të Alban të merr vetëm tastierën me vete ata që këtë tëndën ata profesionale ata. Edhe dua që të kesh një kohë tënden me 3-4 këngë më në mënyrën profesionale siç këndohet. Ishte si i ftuar special. Organizimi ishte spektakël. Fonia kryevepër, ndriçimi kryevepër. Domethënë këto mblidhin lek me njëri tjetrin vetë, bënin një farë buxheti dhe organizonin, paguanin një X siç kemi ASLV-n për shembull, po jo aq larg, po diçka
profesionale. Ishin shpenzime. Kishin një inxhinier audio, kishin një inxhinier ndriçimi, Perfekt. një kast punëtorësh që montonin altoparlantët, të gjitha komplet fonin, kurrë vepër fare. Edhe unë zbres nga avioni me tastierën, më hyp në makinë dhe shkojmë ke lokali atje. Sa më Albanta ke lokali tha ku do bëhet festa tha, sipër është hoteli, ishte një hotel 10-15 dhoma, po shumë të mira, shumë simpatike si dhoma. Këtu do flesh, tha mua, dhe po shko sipër, tha mua, lër instrumentat poshtë, se ka ardhur stafi për t'i montuar për t'i bëu. Edhe bëu gati, edhe në darkë, në orën 9:30 fillon festa, ti je në orën 11. Shumë bukur. Shkoj unë tash me tastierën në dorë. Futem mrena ke lokali ku një gjë. Ue, ma ke faj? Do çka ka, kse më kokë mbrapa tash mos e vite me një tjetër mbrapa. Çfarë po bën këtu? Thash montoj tastierën. Ç'pun ke tjetër me montu tastierën? Ka tjerë njerëz që merren këtë punë. Ti je muzikant zot drita. Ti shko lart në dhomta, lau, pastrou, pusho, dhe hajde me duar në xhep ata, ashtu siç duhet vishta për të kënduar ta. Nuk ke punë ti ta të merresh ta. Nuk ke hamall ta. E di si kam ngele. Po çat ngele duket vetja. Ka ardhi tur. Duket vetja si nëndër. Tamam si nëndër. Videsa dhe këtë tha nuk do të mbash fare ti tha. Një tir njëri edhe mori tastierën ta. Më falni ta, ju jeni muzikantë ta. Po. Kjo është e imja ta çita. Unë do ta bëj gati ta, do ta testoj ta, ashtu dhe ti kur të vish ta të këndosh. E puni bot. Thash, si s'm ka bova ki herë këtu më. Ku këtu dhe ne? Ne vetë bëjmë shoferin, ne vetë bëjmë amallin, ne vetë bëjmë inxhinierin. Në fund fare, më na dhinë se të vetje kur këndojmë. Edhe kur merr një punëtor me vete, e pagun atë për këtë punë, po nuk kap e ti çantën e parë, vetë nuk kap çanta e plak. Harroje. Kështu gjë. Po e duke ne lërë. Harroje. E duket vetja ditë sikur pse ti me dur në xhep valla, po për çat ka marrë më burr se ndryshe i bëj maj vetë gjitha. Mlem mesi, mlem kjo, tash është e përditshme puna por. Ore, pse duhet bëhem me djerë, se unë jam la, jam pastro, jam kollaris, dal në skenë. Po. Se për mua skena nuk është lokal. Fiks. Jetojmë në Shqipëri. Jetë. Fiks për sotin. Çiko, duhet me bëj një libër me Barsaleta. Me gjithë të gjona vasa masja 50 vjetësh. Këta të rritë, kjo rinia soqme, do t'i lexojmë për Barsaleta, zë të i konceptim do të jetë tjetër botë atëherë, po duhet me i shkryt marrën me mla. Jo, pa tjetër. Sa qyfyre kemi pas kështu në për dasma, e në për ditindje. Po them kështu, me historie. Në Tiranë, afër shpistime, ke stacioni trenit ka qenë një lokal që u quajte lokal treni, lokal dasmash. Edhe ai që i zoti që kishte dasmën, unë e kisha shok. Martote vllajën. Bjen telefoni dhe më thot, "Valban thot, a keni boks aty ke shtëpia?" Kam më thënë. Çfarë duhet? Martoj vllajën tha, "Mund ta më bëj çik muzikë." Po më thoshta ja pun boksin e thënë, "Po shok, normal, çati imazh atë." Kur do ta bi? Po më tha mu tha, ma sill ke shtëpia, tha se pastaj tha e çoj vetë aty tha ku do bëjmë atë mbledhjen tha. Ja, çoj boksin. Ora 11 pa çarën nge telefoni. Shoh, unë lenci. Që ka djeg boksin tash. Shkoj me direkt, aty më shkoj me, s'kishte. Pas ka djeg boksin, që i ka ra telefonin një vetë, s'kishte çet merrte më një vetë çet. Albana ho me mirë. Kur më tha Albana ho me mirë, thash, "Ju ne u takuam drejt, çka mirë." A ke boksa që ke shtëpia ti? Po më kam bokse ke shtëpia, po pse tu doj boksi? Jo, s'mu doj bokse ta, po më rrafin këtë DJ-in të. Si po të rrafin DJ-in? Po martoj vllajën në burg mund ta dhe ai tha, "Po ku po e bë dasmën ti më shoku?" Po këtu ta ke treni, ta ke lokali. Ora ke dasmën ti po pret rob në shtëpi. Jo, ata kom dasmën, kom 250 veta. Me box tag. Nona, thash. Larkoj makinën e thash një tu vesh, një të ngarku makinën, një të shku atje. Kur kam zbrit poshtë, që kam hyp mikserin sipër, edhe thash më sillin ja dy veta të morin bokset poshtë, aty ishte bibliotekë vlla. Sa hyna më unë, erdhi, ishin tu plas. Mirë kjo. Një që kishte morë i kushërinë e vetë aty që gjashme me i laptop aty me bo DJ-in, për dasëm, 250 vetë mrena, s'kishte harë kërshia, që aty do ishte bo batërtia fare. Fute mrena, unë montoj, vje mu ke veshi, sa lek do tjere.
Ira budall me gjithë lekët, tash lera atë montoj këto bokset e tash. Atal ka pas e. Po lera atë tash për lekët e tash, po montoj bokset shpejt e tash, pa atë kryshie e tash. Ja të gëzojnë që këto njerëz që kanë që në orën 8:30 që ishin kunet kështu, ishin të plasur. Po ishin kështu gati vëlla, tunet. Sa ka fillu muzika, vup. Mësoj shifër sa lekë janë, ka kështu për kuriozitet. Kujtë janë 10 miliard. Ma shumë? Më pak. 1.5. 3 milionë gjys 4 milionë lekë vetëm ke vallja e parë. Sa ishin të plas. Ai vetë hip hop vëlla ndasëm, çka kjo hip hop ndasëm, sa të kohë ditë ish kredi, si ishte të mbrej. Në shpirit me. Erdhi kërshia, nuk u turpërum. Në 11:20 që janë unë njerëzit kërshia, 11:20 më thotë mua stop. Ci unë, çka ka? Gjallë. Në loj qik muzikën, sa mota se ashtu shik mua bet. Çka kam, bone shër me gjo. Jo mo çasheri, është seria e funit e Ezelit. Vdes Ezelit du me pa filmin. Atallëse? Mu që rrofshin të të syllam që të tre Albani, një fjalë kaq. Nusja e para, dhondri i dyti, nona baba, në fund lokalit, ke televizori, Ama më sot. ishte seria e funit e Ezelit. Kjo ka për të ngel histori vëlla. Dhe sa harroj sa të vdes. Ajde, Ka dhe kështu të keken. alla shqiptar. E po mjë për. Gjithë njerëzit nuk e kuptojnë që muzika ndasëm është më e rëndësishmja. Sa ajo të më ndasme. Njerëzit edhe po sangën buka në artë tongën me shpia, nuk e problemo. Po muzika herë më ndasme në gjatë. Pastaj janë kameramant që filmojnë gjithë eventin ta kesh ti për gjithë jetën tave. To 2. Tjerat pastaj janë paçavure. Po no, Po nuk i kushërën cilla. dasma është kjo që thuti, Po, ka bërë vaki, unë e kam të parë me sytë e mi. Bëshe një dasëm dhe sipër ke pallati sipër, ishte mort. I kishte vdek baba dikujt. Edhe ky i shkreti nga që kishin hyrje dalje me këto. Thoshe që ulin çik muzikën, mos paktën të kombinoj. që të kombinoj me çik se ka mort sipër, ka tret, ka zbrit. Çuni poshtë, i ka thonë, ore, mu m'hiku baba tha. Se në love muzikën ti nuk pa ngjall dot tha. Ti bëj dasëm shok. Po. Më vjen keq që s'ka marrë se ka mort tha, se i kishte thu dhe ndasëm. E dita i shkreti që do nota ajo. Vazhdo dasmën tha. Mu babër më ka hik tha. Se në love muzikën ti dhe se bone dasmë, mu s'mingjallet baba tha. Kështu që trashëgohen me jetë lumtur, vazhdo programin. Si t'ishte baba i ngjallë tha. Unë ka ngel mend kjo. Tashi, ne flasim për masën. Tashi ka dhe njerëz të mirë, këte e dim se shqiptarët janë të mirë, nuk është se s'janë të mirë, po ca gjona i bëjnë kështu se i del më bur, i del kështu, pap, i del më vlla, i del, o baro. Da marrim vesh njerëzit mirë. Si e ke fillu këtë punë, shoku im? Flasim ke muzika. Tashi, familja ime, nona, baba, të dy kanë marrë konservatorin. Baba ka qenë një tenor kryevepër, një zë brillant, jo s'është baba im, po faktikisht ashtu ka qenë brezi Gaçeçakos. Dhe baba ka konkuru në Akademi të Arteve për kanto me uniformë ushtarake, se ka qenë shkollë bashkuar. Konkuroi dhe fitoi. Dhe vazhdoi Akademinë e Arteve. Dhe mamaja po ashtu. Ajo konkuroi, fitoi edhe 52 vjet ajo ka njët në opera, ka qenë këngëtare në opera. Baba pasaj duke bërë shumë opera, ka kënduar si tenor, siç ka qenë atë kohë për meritat mira në punë, ngresh në detyrë, edhe e bën si drejtor artistik në opera. Më thënë që u bënim gjithë këto shfaqjet në operat e 1 majit, pa llogaritur këto veprat botërore. Për çdo 1 maj u bënte gjithmonë festa e 1 majit. Ku vinte biroja politike, dhe thash, kam një histori shumë të bukur. Ka qenë drejtor atëre ka qenë një Ramiz Kovaçi. Ramiz Kovaçi ishte një
tenor brillant, shumë i mirë. Edhe i kaloi mosha dhe bën drejtues, domethënë. Mi patere për të marrë një bilet me ky koncert i majnë, se ishin gjithë këngëtarët më të mirë, opera, kishte kori operas, orkestra, ditë në punë. Kërkonin biletat për të parë atë çfaqje. Mi po ishte shumë e vështirë, aty vinte biroja politike dhe ishin goxha të kufizuara biletat. U mushte. Edhe merr një Gasper ka qenë një trompist, e merr Tiranizin telefon në zyrë. Me qenë ato telefonat, kjo është me një kështu, me të rëdullume. Edhe, i thotë, alo? O Gaspar i thotë, urdhëroj, thotë. Ramiz Kovaci. Po i thotë, 2 bileta të eshe, thotë. Gaspar ishte këtu, Ramizi kërkon dhe bileta. 2 bileta dushë se du një për djalën e tezës ta, edhe një du për tezën ta. Mlenë rast, ishte shkatërën, mlenë rast, o Ramiz, se jam të humor, ta la me familjet e byros, ta nuk kam kohë me humor, ta për pritë se do t'i rregullojmë. S'kaloj një orë, bjem prap telefoni. Ramizi jam. Po çka don më burrë? Po 2 bileta, po mlenë më burrë marroj punë me këto se po ashtu. Do t'i merr Ramiz Elia në telefonat. Alo Ramizi jam. Am hajt muti ta. Për dapi më. Kur bjem për dytën herë, i thot, ore, Ramizalia, i ranë të fikët ati thua. Qazu? Me si e kanë nërejt gas për të shkret. Hajde, storia. Kjo ka qenë, pasaj, në opera, unë jam rrit në opera, se mamaja kur shkonin bënin prova për operat, për çfaqje, si bëshin Valete Lola, ka pas Cuca Maleve, kanë qenë shumë çfaqje të vukra, ato kanë qenë mrekullisht Traviata. Unë kam qenë kalama, unë isha diku vjet 8-9 vjeç. Dhe më merrte se ato gjithmonë kur bënin provat i bënin nga ora 9 deri në orën 12. Pas orës 12 nuk punonte më një vjet. Se e quhen si lodhje. Po tu lodhte vokali nuk jepte rezultat për punë. Edhe pastaj fillonin provat nga ora 4 e deri në orën 11 natës. Po provat nga ora 4 deri në 11 natës i bënin domethënë që kur vinte fundi dhe bëshin këto provat generale. Dhe mund në shumë të në raste nxete gjumin në kultuqet e aty. Aty mu Po gjveshë mirë. Po gjveshë mirë. Domethënë unë njifsha korridorët e operas më mirë se shtëpinë time. Aty jam rritur. Edhe kam pas kujtime jashtëzakonisht të bukura, va. Kam dëgjuar muzikë pafund. Vides ka qenë një moment kur u bë Berberi Serviljes dhe Don Bazilën e luante Mentor Xhemali. Mentor Xhemali ka qenë zëri më brillant në opera. Një bas i mrekullueshëm. Nuk ishte shkollë, s'kishte shkollë. Ai e çuan në Rusi, vides kanë në Balçaj Teatër është fotografia e tij që bëri shkollën dhe prap kishte shumë probleme me memorien. Gjithë jetën e vetë, Mentor Xhemali ka këtu këngën për ty atë dhe nuk mate mend tekstin. Edhe çfarë bënte shkruante me letra, copa letra shumë dorë, dhe fillon me për ty atë, më të bukurën këngë, po këtu nuk ngrehet dorën për të interpretuar, po lexote tekstin sa mate mend. Do dalë kjo pjesa e ke Don Basilio. Don Basilio bënte një bas i bukur. Si tash e më ka qenë orkestra e dirigjonte Rifat Teqja. Rifat Teqja ka pasi zakon se ka që s'kishte flow, një kalotë tu përpara, edhe bote kur tunte kokën se e kapte ajo euforia e dirigjimit, i hikte kjo e parukës dhe tak e kalote me dorë këtu. Edhe këtë e mend se kam qenë fëmijë, edhe e kam parë. Edhe ka qenë një Xhemal që gjithmonë ka qenë një si grop aty që mate libretin, që i thoshte aktorit futu tash e ke radhën ti futu ti, mate libretin që udhëziqte komplet skenën. Xhemali kishte fut ke roqja, ka qenë roqja poshtë, që ishte bukë me sallam aty, edhe kishte raki dhe konjak. I kishte fut Xhemali aty dope konjak aty, edhe kishte marrë tash. Po libretin nuk mate libretin me pa libretin e skenës, po mate tekstin e mentorit, se s'mate me tekstin, edhe mate kështu përpara kështu. Ke ajo kuaeja që i thëshin ne kështu. I rritë mentorit. Dori, filloi orkestra. Barararararam, bam, sa o bosin kopi parë, të futët mentorit, dorë të vjeqë. I vesh me atë të priftit, që. O, kalunja. Sinkopi dy të orkestrit, bam.
Ullë syt me lexu tekstin, Xhamoni e kishte zonë gjumi, se kishte futur të dy dopjet, kishte harruar me këtë faqe. Edhe Xhemal kthe faqe. Me vërdet? Ta më qua, i ktheu faqen. Po këtë nuk e mori vesh asnjë, veç Rifati. Rifati që pën. Gjisa gjumë. Domethënë, maskoja, aq bukur me vokalet atë. Tekstin. Ç'a profesionist është më fal. Aq bukur me vokalet atë tekstit. Kjo ka qenë më krevebra. Që unë sot e kësaj dite jam s'po e them moshën. Story. Të imagjino që njerëzit në atë kohë i vushin për bileta me shku me pas shfaqe. Të njëjtit njerëz, se sot janë gjallë pjesa më e madhe, nuk po flas për rinin që s'merr vesh fare. Po pjesa më e madhe janë gjallë. Të njëjtit njerëz e kanë harruar lloj edukate për artin edhe nuk e çajnë më kokën me shku me pas i gjë. Imagjino domethënë se sa është degradu. Kur i ngjon këto i ngjon fiks si histori të bukura. Po histori kështu me të huje, që këta duken për të huj, nuk duken për shqiptarë. Nuk e perceptu shqiptarë. Shiko Albanin, unë edhe këto vitet e fundit, unë kam qenë gjithmonë besnik i shfaqjeve në opera. Unë kam arritur, kam lënë punën dhe kam shkuar për të parë Traviatën ose për të parë Vikena, domethënë që kanë nxjerrë shumë gjëra të bukura. Edhe përgjithësi në çdo shfaqje që kam fal. Në çdo shfaqje që ka qenë Vikena, unë kam qenë, si më thon, radha 7 karika 12 që i bite mund mes gjithmonë. Kështu e më më mund mes. Edhe një gjosh Ana Berën sot, që është krevepër. Por ka ngelur e kast njerëzish që e mbushin atë sallë. Po me salla aq ka më 200 vet, 500 vet, 700 vet. Ka ngelur e kast njerëzish. Po ku janë nxit tjerët më? Po tjerët i ke. Tjerët do shkojnë shofin, po të janë, por vje, çaj ishte ai që erdhi, ka milion eurosh. Po, aty ke drejti. Të vjen ai edhe paguaj 500 euro biletën deri 20.000 euro aty për vini parë. Edhe kur vjen ka diçka se atje ke ajo ku shko ti vlla. Nuk ka kështu, Dom Perignon aty që lagen orat. Brava. Kurse këtu ku shkojnë këta ka ashtu. Ka ndrysha. S'ka, du të fusi bar aty mrejta. Qesi kështu, shampanja me fishek zjarë. Dhe ndryshe plak. Këtu i futi qesh, ma duar të roket me të madhe. Zoti ba, tuk nuk me ka nga YouTube-i. Dhe karriera ime filloi në vitet 90-91, që isha akoma në shkollë. Po thosh është parë, që tashun me ne për pastaj. Po e thoshe në fillim në 91. Aty filloi karriera ime dhe nuk pushoj më eno. Nuk kam lënë lokal në Tiranë, lokal në Durrës. Llogaritë unë për herë të parë në Durrës kam bërë muzikë vonë, muzikë tamam piano bar. I vetmi piano bar që është hapur në Durrës ka qenë në vitin 2000. Ka qenë më këtu ke Bar Kameli. Po, e majme. Aty është bërë për herë të parë piano bar dhe unë e kam filluar aty piano barin 99-2000. Do më thënë i bi gati 36 vjetë. 36 vjetë. Punë me muzikë. Po ti që doktor, të kishe hap bargu njerëzve me sy myllë. Fiks. Aty ka qenë puna më e bukur. Nisa aty dhe pastaj fillova lëvizjen. Po gjithmonë duke ne besnik asaj cilësisë dhe korrektesës në punë. Të paktën në art, se korrektesën kështu gjaja kam. Të shesh natyra jotja, edhe varet nga çdo persona. Kur nuk kam ecur me atë idenë që të marr në përgoj kolegun, muzikantin, i çfarë do lloj zhandri qoftë ai. Kushdo që më pyeste për shembull që e njeh filanin e njoh, është muzikant i mirë. Gjë që shumë rrallë mund t'i gjesh ke muzikantët e tjerë këta. Shmegjimen shumë rrallë, se sot janë vetëm bryla plako. Edhe artistët dinë shumë mirë se sa bryla janë vërtet. Kam shumë shok muzikantë të mirë që kanë ecur dhe janë në përmajat e karrierës së tyre vetëm nga kjo, që nuk kanë marrë në përgojë kolegët
dhe muzikantët. Tash e pra është me natyrë. Ajo është me natyrë çdo personi, po. Ku gjen njerëz të mirë ashtu ecin punë të marrë. Në 97-ën, kam atëherë kur ishte Koprifoko, që në orën 7 darkës unë nuk të gjithçka, s'kishte. Po prisha atë Unë me gjithë brikel Google dhe Adhurim Demirin punonin kjo 15 kaçi, e tavernën poshtë. Unë i bija tastierës, Kedi binte saksit, Adhurim Demiri këngëtar. Po të thotë Albani një muzikë kryevepër, pse? Ishte drejtor i hotelit një italian, Francesco Cinquegrano, napolitan. Aty kam mësuar repertori napolitano që sot e kësaj dite e kam si kutinë e Pandorës. Se muzika napolitane është shumë e vështirë për të kënduar, jashtëzakonisht e vështirë. Se është, domethënë, po nuk e ndjeve atë zhandër muzike, nuk e këndon dot. Janë brenda që kanë artin, janë brenda që kanë tekstin, melankolin, kanë dashurin. Domethënë, të gjitha këngët napolitane janë poezi. Të gjitha këngët napolitane janë poezi. Se ka marru me vëm Bazile, është e fort. Kishte bova ki, po. Unë Bazile e la shikur hyna. Ja ta shje burë. Po është... A edhe aty mora një repertor shumë të bukur. Aty bëm artë. Na umblodh një klientel fantastike, se ishin të hotelit, që ishin jo këto forcat e policisë italiane që merrnin në trajnim policinë shqiptare, gazetar, shumë gazetar. Ty kemi bërë muzikë, aty kemi bërë artë. Nuk kanë qenë shumë të hapura këto rrjetet sociale, këto gjëra që... S'ka pas atëherë, jo. Edhe aty s'kishte asgjë, ishte thjesht muzikë bio. Ke pas edhe njerëz që tastier, ishin apostafat. Saksofon, vokal. Po, ka lezetë. Fillojshim muzikën në orën 9 të darkës dhe mbyllshim në orën 3 të mëngjesit. Dhe pastaj fleshim aty, se s'na lishim me dalë, domethënë deri në orën 10 çuaftë. Fleshim aty. Na dhani dhomë ka 15. O, bo. O, qa që fyre ka qenë atje. Erdhi një italian, nuk e di se nga këto të policisë, se ku kishte gjetë një 10 arga ven, po ven, ver, e bardhë. Dhe, marrun festën e qa kishim, sa pi robim, edhe njelim një 12 shishe. O, thotë, Adhurim, Olbanot, që ta bëjnë këtë venën, po? Du ta morin këto punëtorët, ta morin vetë. Si mos bishim sy me dalë nga recepcioni, se të shkoshim ke dhoma lartë, e futëm një caki kutia organos dhe caki kutia saksit. Nga saksin por futëm shishit e verës. Një vaj shumë venë kishte fut ke kutia saksit, sa në ka 2 se do i pa vatarvazhe, në ka 2 pastaj do ishim në ascensor, në ka 2 do t'i hapet ajo kutia në da bin shishet në tokë. Për që gallape. Si ka era alkoolit hotelit për 3 ditë. A u synë? U synë. Ua, por. Edhe gjasme na oqin nga punën e kur tha ki 5 grana dhe ajo tha. Quna tha i kanë marrë ato shishet e verës dhe i thash unë. Po të dytë, mi sillshin mua. Shkesh më tumë me na hiq nga funa. Po që kanë qenë kohë shumë e bukur. Unë i kam kalu të gjitha periudat e muzikës. Edhe kur ka qenë lufta, edhe pare lufte, edhe tashi që... I gjithë tranzicioni muzikës, si ka lëvizje si e sot. Jo për që ta di njerëzit, se kujden se e bu këngëtar sot sare. 36 vite nuk jam pakër. Nuk jam pak, po mirë do ishte si kur të na vlerësonin përsa i përket asaj punë që bëjnë. Fix. Pse? Se kanë të bëjnë me profesionistë, nuk kanë të bëjnë, nuk po flasë për vendin, po flasë për gjithë ata që i njoh, që janë muzikantë me gjithmonë, muzikantë profesionistë. Shiko, kur unë kam një këshu, një ves. Unë një shofe i një gjithë gjitha. Për kuriozitet. Mirë apo keq, pa këndësika. Unë jam kurios të shof, atë që është lol tjetëri ta boj. Do kupton? Unë e versoj për aqë. është për qesh dhe qesh. është për qajtë kuptim në lavit, unë dhe shof dhe në funë, fu pare dhe pas ka një ide diku. Sepse duhet provoj tjetëri me do diçka, se po nuk provoj me bo diçka. Nuk arrin do të profesionohet apo të tentoj teci për para. Ashtu është. Në që dolloj punë, jo vetëm ke punë ajo. Një pjesë e mirë e njerëzve nuk
e kanë ves me nxjerr fjalën e keqe, nuk se janë kritika, janë fjalë këqija, kanë qef me thonë plan. Ashtu është. E kanë vesa, sepse edhe ai ka fillu punën ku dëgjon X punë kur ka qenë në fillimet e veta, sot mund të ketë biznes të vetin. Më kupton? Edhe ai ka ecë përpara, po ka provu. Si çdo kush që merr provon. Ojë, po ti ke vënë ne, ti ke qenë nëpër lokale, edhe ke rastis domethënë që të ketë pasur muzikën live. Ktu mbaron muzika, mbaron kënga, këndon një për shembull një Julio Iglesias. Julio Iglesias si do që ta këndosh, Julio Iglesias valla. Ka muzikë. Këndon Natali është një nga kryeveprat që ka Julio Iglesias. Edhe një perl muzikë, mbaron këngën, i shef njerëzit. Shkove, më shkoj gjatë. Shkon në Itali, shkova në Itali që bora ke ky që më kishte ftuar, mbaronte kënga aty buçiste salla nga dorë të vitit. Tash ki gjë parasysh se ti ke pa vet. Njerëzit ka herë ndoshta nuk e vënë. Nuk e vënë re. Është lokali, plot me tavolina, podiumi, këngëtar. Këngëtari po kënon dhe përballë vetes ka ca njerëz që i ka me kurriz. Fiks. Që ajo është mungesa. Është tavolina dhe ai është me kurriz me telefon ke dora. Nuk po plas këto që gjatë gjithë kohës merren me vetë në vetë, edhe harrojnë që kanë aty vërdall. Më kupton se harron dhe tavolinën, duhet merresh vesh me mesazhe me njerëz që kanë tavolinë. Se s'komunikon, dhe gjithë kohës me telefon dorë kështu, ti bë video, ti bë selfie vetes, funi, i lëm këto se këta si tush trendet e fundit shqiptarëve, po tash ti rish muzikës me kurriz, çfarë do të thonë? Po e kam bërë herë kështu, kam qenë tuknu. Se cili të bo muhabet për qef vet. Por edhe unë të kënu. Mund me skongë si në e lu komplet. Praf, si qishin aty. Qine ca veta. Që ka? Po këndoj unë tash. I zuni turbe pasaj që u këthyne shumë nga turbe. Që ke gala dhe mbadhe. Shiko, të shkosh mi lokal. Po që keni mani tash? Që ka muzik edhe mos shkosh me shiu mira po keq atë që ke shku me bo, unë si kuptoj. Qose s'do, i ke pikave me një vend tjetër, plaku. Pse duhet shkosh kjo muzika dhe me romë sy? Apo thjesht bëjmë një video ta nxjerrim në për Instagram që isha në muzikë sot, ishim fest. Kushdo që është atje, i mirë, i keq, i madh, i vogël, ka njerëz që rrin me kurriz plak. Është gjëna. Që tu është turp ke Zoti se ai tregon sikur po punë shqiptarësh plak, punë shqiptarësh. Unë shqiptarë, pse do thash, unë i shikoj, mirë apo keq, tjetri ka bot diçka. Marri shembull, për shembull. Kanë dalë filma plot. Të mirë, shumë të mirë, pak të mirë, amator fare, shitubi plot, ha? Nuk futemi, i gërmoj shpesh. Ka nga ato amatorët që qeshesh me loti, për shembull. Po kur e shefti që i ka bo 1 orë e 20 minuta punë aty, amatore, do të thotë që është lolla i shkreti, vëlla. Për të bërë diçka. Ja ka fut kot. S'është problem, vëlla, aq di. Nuk është profesional, po aq leka pas më vëllai, se ka kushton. Ashtu. Po pse duhet të ti komentosh poshtë ose mos ta shohësh? Shile më për kuriozitetin tan. E ke mundsinë me e pa. Me e pa. Se këngët i ngjoti. Ngjodhe kështu këngë pa lidhje që si kupton tekstin, mjafton të ka pëlqyer ajo tingulli muzikës e ngjon. Për ta komentu, s'ke ku komentot edhe se pa ngjo si muzikë. A kupton? Tash ti shive tjetrin, mund të habite me njerëzit. Qofse ti nuk e përkrah pak tjetrin që bën një punë, tjetri nuk ndërto dot hotel vëlla. Ashtu është. Po nuk shkove ti me hongër drejt me pi kafe. Ti thua shërbimi i keq, ai është mohabet tjetër. Unë jam shumë i kënaqur në një ambient që kam 10 vjet që punoj. Nuk dua të bëj reklam se ndoshta s'ka lidhje, jo, i pi gaz, e përshëndesim se çaj kokën. Punoj ke Fafat. 10 vjet që punoj. Në të gjitha Fafat. Po i përshëndesim çunat dhe kena shok plot. Dhe është si vetmi grup hotelerie që nuk e ka ndërprer një herë të vetë me muzikën për 10 vjet. Din punën edhe plan. Nga e hëna në të hënë. Din punën. E gjitha i resort atje. E gjithmonë full, din punën çuna atje. Dhe aty
ke njerëz që ato nuk paralel njerëz nga jashtë, se janë vetëm të hotelit, Po. që i shoh ke rruga, aty ke lulet, të një gju muzikë, dhe ai ka zgjedhur muzikantët më të mirë sot për sot. Që e ka përshtat vendin plan. Aty Ka vendin prapë. dëgjon muzikë, vlla. Pse? Dominon më shumë i huaj aty dhe përpiqen që të bëjnë Tjenë standard më dhe. muzikën e huaj, pa lënë mbrapa dhe muzikën shqiptare, që ja adhurojnë të huajt muzikën shqiptare. Por kanë zgjedhur mënyrën se si ta këndojnë muzikën shqiptare. Jo zhurmën, por artin. Ja përshtat vendit. Ka bo Dhe vendin bravo i qoftë atit pronari që ka zgjedh ato grupe që e kanë nderuar deri në sot. Fafa ka staf të mirë, nuk është vetëm puna e pronarit, mund të jetë pronari akullore nga të gjitha, po çka ka poshtë. Jo, tosi i rike koka vetlla. Sidoqoftë. Të gjithëve i rike koka vetlla. Sidoqoftë. I ka dhe stafin që ka staf të Unë mirë. nuk ka gjë më të bukur kur na vjen, na jep dorën natë për natë dhe thot faleminderit. Se mi ke knaq njerëzit. Qa thotë, po ja di punën ai. Ajo është pagesa më e madhe që mund të bëjë një pronar sot. Kur vjen thot faleminderit se më ke knaqur njerëzit sot. Po, fix. Ore, ç'a them unë ty, peshke mish ka kudo. Çfarë afron dikë më Ta thashme, është gjithë e resort. është nga aja ke zheja që i përpikt, le që është i bardhë i borë. Që kur fute si që është i bardhë ashtu është gjitha ne. E ka përshtat gjitha burdej në fund, edhe muzikën e çdo gjë në pas venit, që ti të shkosh, të knaqesh e të shkosh prap. Kjo është gjithë interesi i një biznesi, ti të vish prap. Se po erdhe vetëm i era, po s'my pun lekë. Nuk do të punë këtu, ja fiks. Ashtu është. Le ta gjë sa dushti. Ashtu është miku. Unë du të kem balanca, Allah ta din ta bëjmë mirë. Po shumë mirë punën. Janë realmente çuna unë i përshëndes. Kena shok plot atë. Gja unë kam qenë, jena marrë me miset, me Petrin, e di cepën cep, fafër. E sa kam kënduar me Petrin, me Petri kam kënduar shumë. Kam bërë Petri është qill para. Petri, unë për shembull kam asistuar në 8 nisë të Petrit që kam kënduar. Është tip la. Tamam, me plot gojën regjisor. Është me gjimmen. I formuar me të gjitha. Edhe diku që bukur. Djalë rebel për punën që bën. Ka bo gjithë ato edicione, plak, gjithë jetën e vetë s'ka dalë një herë ta shofi sken. E ka pa gjithmonë nga ekrani se bon regjin vetë. Po, atyri, e di. Një herë, bo gjithë ato eveniment madhe tulesh ta shikosh shumë pallore, olla, kjo është puna ime. Se është punë gjigande, unë e ka pa nga afër, ua, është punë gjigande. Po që mos një herë ti e shur ta shikosh punën tate kështu, po gjithmonë nga ekrani dhe gjithmonë aty ke regjia. A është i frikshëm, po t'janë trall njerëz ashtu. Ashtu është. Janë trall njerëz ashtu. Është unik, s'ke që tu Petri, Bravo i qoftë. atë që e bo, po këta ecin përpara valla. Edhe ecin gjithë kohës. Jo, unë kam kujtime shumë të bukura me Petrin, jashtëzakonisht. Nuk më kemi qenë në Malzi, kemi qenë në Lezhë, kemi qenë Është kapedan fare. tu në Durrës, Është në Durrës. Është, nuk e di, një djalë me plot gojën, djalë i mirë. O Alban, përveç muzikës, ti e marrë edhe ke pjesa e aktrimit. Se si tu shko ajo të atërshme, ashtu si ke pas ti mundësit, ke filmat shqiptar, ke pa gjona për zjarë, ke qenë pjesë e stafeve, ke kujtime të bukura plak, je gjaj pregatit dhe ke kjo pjesë. Jo, se e di unë apo e pashun ke që tush ke filmi që bom, po plas Albanin përgjithësi. Tashi, do të them diçka. Unë kam aktruar për herë të parë në jetën time në vitin 1982. Të keqe. Ka qenë filmi Karnavalet e Korçës. Luante mamaja ime, se ka qenë komplet korri operas atje, se ka qenë si operet filmi, komplet korri operas. Mirë po, unë me origjinë nga Korça, kisha shtëpinë e gjyshes në Korçë, filmi është punuar 3 muaj e gjysmë në Korçë, dhe ato 3 muaj e gjysmë mamaja më mbante me vete
atje, edhe unë kisha qef që të rija mbrapa. Si që kam ne gjithë tjetër, që 7 vjeç. Aty kam aktruar për herë të parë. Dhe shikoja një punë kolosale, kur them punë kolosale të regjisorëve, më qenë nga rekuizita e deri ke çfarë them unë ty ke ndriçimi, Adlila dhe atë e përshëndesi ka qenë një nga mjeshtrat e ndriçimit, ai të nxirrte, nuk di ç'të them. Dhe në mes të ditës ai të bënte ndriçim. Të punonte shumë bukur. Dhe kanë qenë regjisor shumë të mirë dhe e shikoja që punon jo me shpirt, po nuk e di se nga i dilte ajo fuqi, se nga i dilte ajo fantazi, domethënë që kishte raste që dilshin edhe jashtë libretit, punonin domethënë kapte momente dhe nuk e ishte ai. Si batut ose si sken. Nuk e ishte, e mbante atje. Domethënë kanë qenë filma, për shembull ke Hyjet e netëve të gjata. Ke Hyjet e netëve të gjata kanë qenë, kasti aktorëve ka qenë nga më të mirët. Pandi Raidhi, ka qenë ky ja rroba ky që vdiq. Këtu në Durrës ka vdekur ai. Kadri Roshi, shumë Margarita Xhepa. Kanë qenë një grup aktorësh fantastik. Dhe shikoja që nuk lodheshin regjisorët me dubla. Aq të përgatitur dhe aq të saktë ishin. Sa një maksimumi 2 ose 3 dubla shkonte filmi. Guliem Radoja. Nuk kanë qenë të mrekullueshëm. Unë kam qenë fëmijë, i matë më merte me veta dhe i shikoja nga afër, i prekja me dorë, çdo gjë. Aty arrita të kuptoja se ç'ishte aktrimi. Edhe ajo më ka vlet jashtëzakonisht fare për punën që bëj. Te muzika. Pse? Se mjeshtria e aktorit në muzikë është kryesore. Të qash kur të qeshesh dhe të qeshesh kur të qahet. Po nuk i interpretove këngën. Zëre se nuk e bëra asgjë. Mimika fytyrës do të jetë jashtëzakonisht e saktë ke ajo që këndon. Mua kjo më ka vlerë shumë. Dhe këtë unë e kam marrë nga aktor të mëdhej. Që ato që kur hapin gojën, edhe që kur nxirrin fjalët e para, të tregonin se çdo thoshe dhe nga mbrapa. Fix. Mua kjo më ka ndihmuar shumë. Edhe çdo gjë më del natyrale për një arsye se i përshtatem asaj që dua të them. Të bëhet rutinë, vjen një moment që të bëhet pjesë e jote, ajo të bëhet rutinë çdo gjë. Biles edhe kur flet me dikë, do t'i japësh një lloj mimike fytyrës që ta imponosh tjetrin të dëgjoj. Dhe të kënaqet me atë që po thua. E drejt. Edhe të kuptoj atë që po thua. E drejt. Mjeshtri i interpretimit ka qenë Bujare Seriu. Nuk di mimika e ati robi. Që është tip fare. Kur do të qeshi, kur do të qaj, ose kur do të ngryset, ose... Është tipaj. Bujari e përshëndesin, po është tip. Ne patëm edhe kjo. Guliem Radoja, çdo rol që ka pasur, i ka shkuar karakteri. Mimika, mbajtja e klongëve. Gjeneral Gramafoni, përsëritet ajo figurë. Bujar Lako, përsëritet ajo figurë. Imagjino me ato kushte që kanë qenë atëherë. Sa filma janë bo, e s'kam përtu njerëzit. Unë mbaj mend ke Dimri i fundit, që është shkruar në darkë të Korçës, edhe në Mborje Drenov. Aty është bërë gjithë filmi. Ka qenë filmi më i gjatë, se është pritur dhe Vera, është pritur dhe Dimri. Domthonë do prisin dhe Borën, do prisin dhe Vjeshtën dhe Verën. Ilia Tërpini, që era me pasi shkreti, ndruar jetë, që unë e kam pasur, edhe i kam, të dy djemtë e ti i kam shumë miq. Njëri është Zhani Tërpini, është fotograf shumë i mirë, shumë i mirë. Kurse Klevi është në Franca, i merret me regjizur dhe ai, po jo, domethënë ati kasti.
Mbaj mend që kanë ndenjur në Dbor 4 orë gjysmë për të pritur ketrin. Është momenti që bërtasin gratë, Shano, hajde se ju kërkon Gjermani, ju kërkonin 3 gratë që kishin shkuar për të përcjell partizanën atje. Dhe Guillermo Radoja që i thot pushoni, ato nuk po pushonin, edhe gjuan në automatik. Edhe nëse ke parë si plan tek filmi, është një ketër që kërcen nga pema në pemë. Vetëm për të pritur atë ketrin ka nejt 4 orë gjysmë të shtrirë në borë. Imagjinoj çfarë sakrificash ka qenë filmi atëre. Edhe pjesa tjetër ka qenë kur gratë do hidheshin në gremin, ti bien kështu për shkurt. Ishte për plani punës, libreti gjithë komplet, shesh xhirimi gati, çojnë të nesër mëngjes për të xhiruar ato, kishte kaluar njëri me mushkë aty, kishte në shenjë. Pritën 3 ditë, të bite bora, të mulote shenjën që ti hidheshin gratë. Imagjinoj çfarë mundi ka qenë atë, dhe sa kilometra dhe sa metra shirit filmi është xhiruar atje. Po gjitha ja punë me ato kushte plan. Sot janë gjitha kushtet, është vështirësia financiare për t'i bërë. Bravo. Edhe kur i gjen mundësi deri diku për ta bërë. Ty të duket çudi, po bëshin 8 deri në 11 filma në vit. Në vit. Në atë kohë. 8 deri në 11 filma. Po filma. Ne vetëm këtë vit e kemi pas 2025, sa ka qenë besoj në rekord që dolën mos gaboj rreth 9 o 10 filma këtë vit, s'ma e mend ke dalë tjetër, po tash flas me ato kushte, me ato kushte, këtë po themin, me ato kushte ishin super filma, super punë. Sot me të gjitha kushtet, thjesht ana financiare, që duhet ishte më e thjeshtë, faktikisht, edhe nuk është, Lazi Serbo, Krasov. Roli që ka pasur Lazi nga qenë kryevepra, Timo Vlloko. Kjo është para tash, ne fillim nga aja. Sander Prozi, s'po më vinte në emër Sander Prozi. Po. Ne fillim nga aja. Ndërqim Xhepa. Ndërqim njerëz i ri në fakt po. Shikon në fund fare, gjithmonë është ai qefi njerëzve në punë, sepse njerëzit në finale bëjnë Vasillaj Vangjeli. Po. Koçi ka qenë kryevepër. Nuk ke që bon, jo. Stavri Shkurti. Gjonat kanë marrë për poshtë, po. Vangjush Furxhi, që Vangjush Furxhi ka qenë mjeshtri i mimikës. Kur fliste Vangjushi ishte pasurim, Allah. Po. Pasurim e kishin zili gjithë kinostudio kishin mimikën e Vangjushit. Edhe njerëzit pasaj shikoshin filmat. Po normal. Ku jemi sot? Sot jemi, ja po flasim. Qa ishte atër? Edhe inshallah do na dëgjojnë. Si zore shoh. Po thjesht neve, siç na thashëm në fillim, nuk na lej krymi që kena përmena plak. Edhe i marrim përsipër sa gjona që janë edhe me pesh, ka edhe të frikshme si punë, sepse janë punë me përgjithësi. I qëm deri në fund maksimalisht aq sa kena mundësi. Dhe në fund fare një pjesë na shiko, një pjesë na komento, një pjesë na jep men. Fund fare kaq dim kaq bëjmë. Çfarë ti dhe morë po? Ashtu. Qa ti thushi? Ti thushi? Unë e kam nisë në 98 me muzikë, 2009 video, po bëj sa i bjen, 23 vjetë këtë punë. Ti thush kam fillu në 91 me muzikën, a i zdite qishtë 91. Fare më burë, fare të sërë. Ka linë 95. Që që shkot mi të Kasim këto të ave 95, nëse ka që kanë linë 2000 që se kanë i glenë se qa është kjo. Shkot mi të regu njerëzve, si të sa vite kemi që punem edhe vazhem akoma se nuk e konceptojnë dot, po tu të them këtë gjo. I kurseshim lekët në përfletat e librave për të drejnë mikrofon, valla. Pore. A imagjinohet se çfarë Google qenë atëre. Mikrofoni parë që kom bleun për audio kur hapa studion, se këta nuk e din. S'kishte, s'kishte studio, vetëm ajo TVSH kishte te radio me sfungjera.
Në atë kohë, me bigurina vezësh e kam bë pleu. Po. 1. E dyta. Si me bigorina vezë? Po edhe sot e kësaj dite me bigorina vezësh bëhet, di pse? Se është Është komode. më komode dhe më efektive. Dhe kur vje puna mi kompjuter s'kishte, me zi u gjetë kompjuteri, po dhe kur bleva i mikrofon që nuk ishte tamam atë shumë për studie, kam blenë atë kohë 800.000 lekë. 800.000 lekë është 800.000 lekë, dhe diku që bukur 800.000 lekë pa lejën e plakut. Se ta merë dhe veç plaku që kisha bleun. Qa thua burë? Dhe më dhenë, gjithë të vite munime, strese, se punë e është punë me stres, la. Nuk bëhet asnjëherë me qetësi. Shiko Albani, është punë me stres, po nuk e ki iden që mbas gjithë asaj lodhje, edhe kur e shef atë produktin tat, thu, sa qef, Jo, atë e themi ne. sa qef. Gjithë stresi për ta çu deri në fund. Se njerëzit nuk e dinë se sa stres ka. Si çdo punë tjetër, burr, nuk ka punë pa stres sot. E no, Thjesht është profili që kemi neve. Unë mbaj mend ke puna fundit që kemi bërë bashkë. Te filmi. Jo tek filmi. Ke filmi do dali më bravo. Te fjese. Filmi ka qenë. Edhe mua më vjen mirë dhe nuk e ke ide sa kënaqem kur regjizori i asaj pune thot stop. Mbaroi, u bë. Ato për ke klipi që Për bëm ke klipi tash. që bëm tash. Arditi Belva me Ervinin. Dhe më thënë, të punosh me aktorët dhe të përgjigjit ka aktori nuk e ke, unë kam përshtypjen që do jetë një krejtësi jashtëzakonisht e madhe ty si regjizor. Është komode, burr, se më liron punë mu. Mu më liron shumë punë. Ti e di, unë kam shku njerëzve mas fies për t'ja bë punën sa më komod. Po sot e kësaj dite është shumë vështirë për të gjetur njerëzit e dur për të bërë një punë tënde. Atëre ka qenë kryevepra, ka qenë vetëm që ishin aktorët ishin të përgatitur nga të gjitha këta, si nga diksioni i zërit që ka të bëjë shumë, Boja, si nga pamja, si nga paraqitja. shiko, tash jeni këtu të neve mungojnë fondet. Edukata e filmit nuk është edukat klipesh. Sot dikush bën një sponsorizim për klip ma shpejt se ta jep për ke filmi. Ti jep ma shumë lekë klipi se sa ke filmi, që klipi del sot dhe filmi koncepti që ti do futësh sponsora në film është pik i koncept idiot që jemi neve në hall për gjithë fonde se nuk futen lokacione sponsora në atë lloj forme si që fuzim ne në për filma, të priqës skenarin të adaptosh për t'i bo reklamën një hoteli, se është puna, ja, më kupton? Neve nga halli kemi shku deri këtu. Ta shikur, ne shkojmë deri këtu, ai sponsori duhet ta shikoj atë vëlla me sy tjetër se është filmër, por është gjithë jetë, nuk vdes ajo. Nuk është reklam i klip me ca balerina, krym punë. Kjo edukata, kjo bizneset, na bon neve më stres se stresi me shtetin që nuk t'je pasi dorë, nuk t'je pasi lekë, më kupton? Në fund fare. E lem pasaj që po dalim ki kinemat, i kinema kemi private edhe ato tjera. Farë, kështu ati ma i step një leje, por me dalë më shesh, me boj një... Por me dalë një rrugë, me boj shesh gjërim, s'ta jep lejen. S'desha me u futy në streseve, ti marrin vesh njerëzit se qa stresi ka qenë që jemi bo filmin e lëjnë menç, por nuk Unë e di. jam knaq, jena. E shohin kështu. Unë jam knaq. E di pse jam knaq. Jam knaq se... E njërë që tema ishte shumë e bukur e filmit. Ishte temë shumë e bukur që mua Është temë aktuale vëlla. që ti e di është shumë shumë e mirë thjeshtë, shumë se si kam hyrur në këtë film. Unë kam hyrë në këtë film shumë rastësi fare. Tafti bë. Ka thonë shoka të vish se më duhet një mosh. Më duhet i rob. Edhe për figurant. Po, pra. Në qatë thashë kur edhe, thash jo, ti më duhesh për gjë tjetër. Mu më duhet i rob. Po... Jo, thash, mua më ka ngel në mendje për aq kohë sa punuam bashkë aty për atë film. Ka për ngel shumë gjatë në kujtimin tim atë film. Shiko, ka qenë stresi madh për ta bo. Dhe ai film s'ka marrë akoma, apo jo? Ju jemi për dyshin tash, dyshi do jetë frikshëm që njerëzit kur ta shikojnë të vejnë duhet në kokë se ku do shkoj
puna shqiptare ke kinemat. Edhe unë po përgatitem shpirtërisht. Po, jo, është me gjimem punë e madhe shumë këtë Po radhë. përgatitem shpirtërisht për atë film. Po përgatitem shpirtërisht. Unë bëj maksimumin e sa që kam kokë, jo se unë bëj shkencë. Kam një objektiv për të arritur diçka, X, edhe atë do të arri, si shumë tjerë që bëjmë, shiko, që unë do ta bëjnë quaj filma këtë. të nza. Dua të përgëzoj për guximin dhe dua të përgëzoj edhe ke stafi që ke zgjedhur për të bërë atë film. Aty ishte puna që i rash shumë me laps në përzjedhje, duke llogarit shumë faktor, shumë probleme, shumë gjona dhe mënyra se si im lodha njerëzit isha goxha i kufizuar. Sepse tash mungesa e financave, ashtu si i do ti, të bon domethënë që të kufizohesh në shumë gjona. Çfarë po? Po që ta arrish ta realizosh një produkt të paktën me parametrat e duhura, nuk po them që nuk ka probleme filmi. Unë gjaj di problemet e filmit që para se ta nisha me po. Lenën final. Final ato që i disha në final ishin. Sot e kësaj ditë unë i di ku ka mangësi, ku ka këtë, si çdo producent që bën një produkt, e shikon më mrapa dhe ti shikon gjitha. Do rekuperosh nesër. Shumë rregull. Kjo është puna. E bën sot mirë, nesër më mirë, pastaj më mirë, e mira s'ka fund. Por ju futa me bëj punë serioze që të jetë në standard. Mund të çalojnë disa gjona, po jo në standard. Kjo ishte vështirësia e madhe. Jo, po merr dhe mësime domethënë ke punë që ke bërë. E tre. Merr dhe mësime. Megjithatë, thash Albani që filmi nuk ka të sharë për asgjë. Ishte një film jo i mërzitshëm, si tha që shohim sot. Domethënë unë mund të shoh një orë gjysmë film diku, edhe në atë një orë gjysmë film më pëlqen vetëm 10 minuta ose 15 minuta. Kurse ishte film që mbante ngritur, që kur filloi deri ku mbaroi. Faktikisht unë nisa për serialat, se edhe konstruktin e ka për serial. Edhe pavarësisht unë më lodha 3 seri bashkë i bona 1 dhe nxorëm të plot. So llogarit për serial. Gjithë konstrukti asaj është për serial, nuk është konstrukt filmi i rregullt, më kupton? Normal, se që disa e komentojnë për shembull. Komentojnë se kanë ngelur në ajër sa gjëra që sepse e dikush e bukur. Unë kur e hodhëm fillim, që e nxorra në YouTube për njerëzit, tash le ta shohin për momentin, hodha serin e parë. Eci raket. Nuk pash një koment plako. Pash vetëm komente kur del seria tjetër, sepse seriali ty të mand karikushëm. Ç'a nolli? Tash okay. Me që këta nuk presin çdo javë që unë t'i jep 3 serit, tash hajde eno hidhet plot. E bona njësh dhe hollat plot. Moment që unë e hedh plot, fillon ca komente, jo po është kshu, jo po është ashtu, jo po është, domethënë, koncepti nga seriali në film, që asaj i mungon struktura e filmi metrazhit gjatë, se është llogarit për serial, kupton? Bon që njerëzit ta shohin me sy tjetër. Por i gjithë plani punës që unë kisha me serit, me 2, me 3, domethënë, në 2 që kam projektu tashi, qofse kisha llogarit që këto 2-3 vite do ta lëvizja situatën me shkallëzim, domethënë nga aja në lëvizje, pavarësisht se neve me filmin jemi ke zhëja, s'ka afare, domethënë e ka standardin në shumë aspekte. Te 2 që kishim llogarit ta marroshim këtë vit, do marrë vitin që vjen, për efektin sepse po kaloj nga ajo aja ke zhëja. Domethënë, ato 3-4 vjet që i pata menu në shkallëzim, do t'i kaloj me filmin direkt ke 2. Qofse njerëzit duan film Hollywoodi vlla, se ashtu është mësuesiu. Domethënë, mund një gjosh gjithë jetës Michael Jacksonin, por nuk mund të krahasosh Michael Jacksonin me ku diun me këngëtar më të mirë shqiptar. Pse qartë? Ai është atje, është i madh, ka tjetër, i kanë 100 veta mbrapa. Ky është as për këtë që i bën këtu. Nuk mund të bësh dot diferencime. Siç ta bëjnë shef Hollywood, Fast and Furious do të filmi jot s'bo. Po jo më vllai im sa e bë 10 milion euro film. Më kupton? Nuk mund të bësh atë shkallëzimin. Se s'ka sens logjike. Ty është mësues ju duke pa ata.
pse dhe me syun këtu, se qa bën prodhimi shqiptar me mundësit që ka, sepse shumë vështirë të bësh film. Ashtu është. Duhen fonde, nuk e ku i gjenë, është shumë problem ti mbledhësh fonde. Ashtu është. Kështu që ke dyshi, ne kalojmë me një standard, me që këta duan Hollywood, vëlla. Ne do kalojmë Hollywood siç kemi nxjerrë trailerin. Kështu që për ne ka punë, do ketë goxha punë derisa ta marrëm. Dati na ke vëlla. Po, diskutohet. Dhe nga aja, ke zheja Hollywood që njerëzit mos din ku të kapen. Veç po kapen pasaj që shikore se kërceve shumë nga i makinë tjetër, se janë dhe këto pasaj, a kupton? Ka qenë një komend interesant. Ushtin aj shumë fyshek shkruan të njoni, edhe nuk u vras njoni. Kupton? Se domethënë, se kush koncepti që ti duhet shikosh pa tjetër njerëz shtrim për tokë me gjak në përkom, i zot e di. Unë kam zgjedhur mos t'jap ato lloj skenash ke ky film. Atje shtiet, vriten njerëz dhe u vraj, pse du t'i shkoj afro ta shohësh ti që është vrarë në gjak. Unë kam zgjedhur mos ta nxjerr atë. Kam zgjedhur që filmi të jetë shumë komod. Ti ta shikosh në shtëpi me gjithë familjen, mos ta shohësh vetëm se ka ca paçavure për shembull që ti se shef dot me nusën me plak. Kam zgjedhur që të jetë filmi komod, i bukur, brenda kornizës. Po, kjo është lodhja më e madhe. Të bësh një film aksioni dhe mos kesh të çamë mrena. Nuk e di ose shpa me një vend. Unë jam lodh që të ketë këtë kornizën. Marrësh edhe çunin, gocën si shta erën në kinema familjarisht atje me gjithë kalamaj, e pam filmin për qef, u knoqën. Kupton? Kjo është gjithë lodhja e asaj. Po njerëzit s'kan gop me vëlla, duan të këtë. Ashtu është. Duan të çamen, duan të gjakun. Po. Gjë që nëse sa thënë gjelet të pit vetëm cigare, pastaj një thot s'kam pa dot mafios që pi cigare slims, ka komente kështu papa me var. Po unë qesh faktikisht se e bukur kjo. Po e ke atje komentin e ke në YouTube, thot s'kam pa mafios që pi cigare slims tolla. Duhet me pi vetëm puro. Kur pihet puro, gjelet të pi vetëm puro si sa shet men. Ky, domethënë, kështu që qa do të bosh, du i gjehet vegji vëlla për të thënë një diçka negative që ti ken plan ta thush. Por nuk është se ti e thu vetëm ke filmi, ke i produkti joni apo ke një produkt specifik, ti e thun përgjithësia. Kështu që njerëzit problemin e kanë me veten, nuk e kanë me atë tjetrin. Të mësohen me veten jenë më pozitiv, se sa më shumë pozitiv ti jesh, aq më mirë të ecin punët vaj. Ashtu është. Çliron energji pozitive, edhe je komod. Se sa ti jesh gjithmonë negativ, edhe ishti negativitet vetes, nuk të ecin punët marë, pasaj dashesh, nxehesh dhe më koka, pse s'mes, po pse pas t'ec, po pozitiv, po bone pozitiv. E kryve punë. Gjillë. E kryve punë. Edhe ty që ti jenë muzika atje. Se për ke punë morar, vëlla. Ti aty. Ai është tupi. A zi të pishe edhe ti? Po normal. Ti aty. Normal. Më kupton? Kështu që se cili bon një punë të vetën, në profil të vetin, kaq duhet ta fikse njerëzit. Dikush shet këtë tregu, dikush ka hotel, dikush punon taksist, dikush bën muzikë, është profil pune. Qartë. Qa ti dush të që? Thuj taksisti ti që pse se ke vanë atë ngjyrën lart kuqe, po e ke vanë të verdhë. Kupton? Po s'ke që bë. O bano, për zotin, jemi drejt fundit, sa bom një orë gjys. E bukur është ti e raket për punë. Unë direkt, shëtë. këmishën, tifuzit dushe këmishën. Shëtë. Shiko, të pys për projekte në të armen muzike ti ke i tu vëlla vetëm të gjesh kohën. Je ma ke se unë, po unë që ku për nëzjerë në i gjotë tek tuk. Po së tërmunohemi qik me gjithë kohën, po. Dhe unë po pregatitem shumë fort që ta bëjmë një luftë bashkë. Për muzikë? Për muzikë. Se për filmin e di që do ta bëjmë luftën, po ta bëjmë dhe një luftë për muzikë. Më ke kap në tela, plan. Ate që du ma fort, po të bëjmë një luftë bukur. Të premtoj që do jap maksimumin tim për të bërë atë që ke qef të bësh ti. Pse? Qefi jote është edhe imi, valla. E di kush e bukra? Unë për shembull,
Mjafto të kem 1% qintat, jo maksimumin, 1% qintat dhe e nxjerrim bomë. Që t'ja bësh ti maksimumin e di qa del Allah. Shpresoj? Jo, nuk e pse shpreson dhe është fakta. Ja lëm në dorë kohës dhe Zotit lart. Po, Se pa të s'kemi ku shkoj. me Zotin përpara, ne e bëjmë marë, inshallah, nga të gjitha anët, marë edhe për ty, ke puna e ke të gjitha. Shpresoj, E no, Ti je gjithmonë kështu unë si të qef. falenderoj sinqerisht, do të thënë të falenderoj me zemra për këtë kohë që ishim bashkë. Dhe do të jem shumë falenderus gjithmonë për të gjitha gjërat që do bëjmë bashkë. për madhemi shok, edhe Jo, kjo është e para, pastaj dalim ke puna. gjonat e bukura ti di unë i bëj me qef. Unë këtë nuk e kam lënë mangut kurrë, që ti bëj gjërat e bukura me qef. Dhe motoja ime në jetë është më pëlqen të mbijetoj duke marrë kënaqësi nga gjërat e bukura. Ajo është kryesorja. Se ne këtu në Shqipëri puna. mbijetojmë, nuk jetojmë. Po, jemi me komardare akoma ne. Fiks. Edhe që ta din njerëzit mirë, jo Boj komardare. brim komardarja, futi kemi pullën gati ndoshë, bam. Komardare nga ato që kemi pas neve në atë kohë. Gomardaret e gomave të Skodës. maunave, po. Skodës, jo të maune, skodës. Ose të zizit. Ato të zezat. Zezat. E pulla. Bano të falenderoj vlla. Tem kalu bukur. Unë nuk kënaqe shumë. Besoj edhe njerëzit me i bisedë për qef. Jo me kritika, po me ide, me gjona që ne i prekim gjithmonë, nuk është se neve dhe japim me Unë njerëzve. shpresoj të kemi dhënë një mesazh tek Kjo të është gjithë. kryesorja. Kjo është kryesorja. Pse se jeta është gjithmonë kjo. Të japësh mesazhe sa më të mira dhe që t'i vlej çdo kujt. Kjo është kryesorja. Unë nuk knaqa. Na u desh kjo emisioni, se unë po bon 3 muj, e na u desh i dite, po u desh me të kapë edhe ty qik në kose, edhe ti Kam qenë sinqerisht, kam qenë shumë rumpal me ngarkuar. punë. Kam qenë sinqerisht i mberkuar. Turoj gjithë mirat, edhe sa më marrë inshallah. Gjithashtu, E do mlidh me prap tua. po jo me kënaqësi të madhe. Biles ne do mblidhemi në një herë këtu, do mblidhemi bëjmë edhe muzikë, valla. Pse? Live. E kam në plan, vetëm që duhet me ndryshu pak këtë konstruktin e studios, se duhet më ngelen vetëm kështu. Po çom tash ishta Unë e di, ti e merr me qetësi dhe e bën. Po mos ishi qetë vlla, nuk ke nerva me bë si punë. Qetësia është bukuria e kësaj jete. Kjo është, duhet të jesh shumë i qetë që të ecësh përpara. Miq, ikëm edhe shihemi ke puntata tjetër, Në puntën po. Ya le 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 le. Oh amani. Zemra o zemra. Zemra ime ti. Luje mostan. Luje